3 fakultete të Universitetit Luiz Gurakuqi Shkodër, Fakulteti i Drejtësisë, AI Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti Ekonomik janë bashkuar në ligjëratën e mbajtur nga profesori i Universitetit Libre nga Belgjika, Jean-Michel Deval, mbi metodologjinë e kërkimit shkencor në universitete. Kjo ligjërat zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti Luiz Gurakuqi ka me Universitetin Libre të Belgjikës, sqaron Paulina Guli Hoti, pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë dhe organizatore e këtij aktiviteti. Universiteti në kuadër të ndërkombëtarizimit, një ndër objektivat kryesor që ka dhe strategjisë së zhvillimit të universitetit, ka bashkëpunimet me universitetet europiane. Ndërto është Universiteti i Lirë i Brukselit, profesor Deval Jean-Michel është profesor i ftuar i universitetit tonë. Kuadrin e mësimdhënies, ai ka organizuar edhe ligjërata për studentët doktorant të dy ciklave, pra master shkencor dhe doktorant, më saktë, dhe do të diskutoj sot me doktorantët lidhur me metodologjitë e kërkimit shkencor të një doktoranti në 2025, sfidat që kanë dalë dhe për shkak të zhvillimit të teknologjisë dhe informacionit. Ndërsa pedagogu belg Jean-Michel Deval theksoi se aktivitetet të tilla janë të domosdoshme pasi universitetet shkëmbejnë përvojat e tyre dhe se të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, sidomos kur bëhet fjalë për kërkimin shkencor. Il y a deux éléments très importants. Dy element të rëndësishëm në universitetin tonë janë kërkimi shkencor dhe mësimdhënia. Kërkimi shkencor sigurisht merr një rëndësi shumë të madhe në kohët e sotme, sepse furnizon mësimdhënien. Pra një mësimdhënie e mirë është e tillë vetëm nëse mbështetet në kërkimin shkencor, dhe kërkimi shkencor është poshtu i mirë nëse vjet në shërbim të mësimdhënies. Temat i përcaktojmë sigurisht për t'i shërbyer komunitetit, sepse ne jetojmë në komunitet, financohemi si universitete nga komuniteti dhe mendojmë që duke ja ofruar rezultatet e kërkimit komunitetit, por edhe duke i bërë publike nëpërmjet medias, i kemi shërbyer komunitetit. Pedagogu belg tha se ndihet mjaft mirë në Shkodër dhe është i gatshëm të bashkëpunojë me Universitetin e Shkodrës. E adhuroj Shkodrën, jam shumë i kënaqur që jam këtu, adhuroj edhe faktin që mund të bashkëpunoj me universitetin, po mundohem që të rri sa më shumë, po mundohem edhe që të sjell sa më shumë kolegë këtu. Pas kësaj ligjërate, aktiviteti vazhdoi në formën e një bashkëbisedimi të hapur ku studentët dhe pedagogët ndanë përvojat e tyre në punën kërkimore shkencore, si dhe vështirësitë që hasen në këtë drejtim. Në përgjigje të këtij interesimi, pedagogu belg Jean-Michel Deval sugjeroi disa alternativa për zgjidhje në kushtet konkrete të vendit tonë.